ne, jemi pajtuar që çështjen e pagesës së shërbimeve janar-maj, të cilat ndërmarrja pastrimi ka ofruar për kryeshtetin, të adresohet në gjykatën kompetente dhe e njëjta të zgjidhet me marrëveshje përkatësisht me ndërmjetësim. Në 2, pas vendimit të gjykatës supreme të para disa ditësh, jemi pajtuar që KRM pastrimi të bëj vetë inkasimin për shërbimin e ofruar të mbledhjes së mbeturinave. Në këtë kuadër jemi pajtuar po ashtu që mjetet e inkasuara nga Komuna e Prishtinës gjatë kësaj periudhe të transferohen në afat të menjëhershëm tek KRM pastrimi. Një çështje të cilën e konsideroj si shumë të rëndësishme ndërlidhet edhe me qytetarët të cilët kanë kryer pagesat e tyre gjatë kësaj periudhe tek Komuna e Prishtinës. Ne do të transferojmë listën e këtyre qytetarëve, konsumatorëve të cilët kanë kryer pagesat në komunë tek ndërmarrja pastrimi dhe pagesat e kryera të qytetarëve gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij viti, do të njihen dhe do të pranohen edhe nga ndërmarrja pastrimi. Ne bashkërisht me nënkryetarin Flerandushi kemi arrit një marrëveshje po një zotim nga me nënkryetarit, që këtë pika të shkojnë para dhe të zgjidhen, dua të theksoj që në emër të gjithë punëtorëve, se nëse këtë zotime, se ne kemi marrë zotime dhe kemi bërë marrëveshje jo me shkrim. Nëse këtë zotime nuk kalojnë, atëherë ne do të kalojmë në grevë, në protest, dhe protesta nuk i dihet epilogu saj. Kështu që ballë 27 ditë kena në grevë, kështu që dojmë zgjidhje serioze. Ku kërku për juve në nënshkrut, edhe me volos, me mbule me pas dokument. Jo që me bërë zotimi. Me trohë para të një punëtore të një kolegëve tonë, që në qitë zotim, në atë fatë sa ma shpejt, me qitë në mejbër. Unë e kom lypë me qitë me shkërë me nënshkru me pas dokument.